Jeni ngacmuar ndonjëherë seksualisht në vendin e punës apo në shkollë? Jam shumë e sigurt që një pjesë e madhe e juaja do pohonte në shtëpi që po. Dhe jam shumë aq e sigurt që pjesa më e madhe e juaja nuk kanë folur për këtë gjë, ndoshta e kanë ndarë me shoqet. Dikush fatlume kanë ndarë dhe me prindrit. Por pjesa më e madhe nuk kanë thënë asgjë, thjesht kanë pritur të mbaroj kjo situatë. Dhe në fakt është një situatë goxha e shpeshtë, mua më kujtohet Jona, më kujtohet një telefonat, unë atëherë isha në Angli, më merr një kolegja ime dhe më thot, Dalina gjehet çfarë, do futesha tek zyra e shefit edhe nuk hapi dera. Edhe unë tha, po kam ngulje ta hapja, tha pa mundje fare, thjesht duhet t'i thoja patjetër për t'i flisja për një lajm që kisha në dorë. Dhe gjeta dikë mbrapa derës. Ishte një femër, një vajzë tjetër që punonte aty. Dhe mbasi ma tha këtë histori, do të keqen e premte, të hënën ajo iku nga puna. Tani kjo nuk ka lidhje, ajo nuk u ngacmua seksualisht. Ai kishte krijuar gjë një marrëdhënie, por pushteti është i frikshëm, sidomos në ngacmimin seksual që ndodhin në shkolla apo në vende pune, është dhe një çështje pushteti aty që i frikson. Dhe sot do diskutojmë për këtë. Kur e bëra temën, kur e shpalla në Instagram, erdhi dhe një studim shumë interesant i 2023 që ishte bërë për ngacmimin seksuale, për cilën do t'i përmendim her pas here shifrat që janë, dhe janë goxha shifra për të konsideruar. Nuk diskutojmë shumë për këtë. E diskutojmë si fenomen, por është e çuditshme Jona që nuk e diskutojmë. Neve që na ndodhin nuk e diskutojmë. Ndoshta në brezin tim është quajtur si diçka, janë këta burrat që kështu janë. Pervers. Ne kemi thënë disa raste se sa shumë kultura ndikon në qasjen e mbylljes, edhe në këtë rast të personave që janë viktima të abuzimit, viktima të ngacmimeve, siç e kemi edhe sot, të cilat i ruhen dhe i druhen shumë të komunikuarit, sepse janë gjithkohës në një peshore ku vendosin nëse zëri im do japi ndryshim apo do më dëmtoj mua, sepse shumicën e rasteve dhe dëmtohen gratë që flasin. Ne dim se sa gjykohet më shumë sjellja e grave se sa e burrave, kështu që edhe në këtë situatë mund të përfundojnë ata që përveç dëmit që kanë marrë gjatë ngacmimeve, marrin edhe pas dëmin e të folurit. Kështu që është një nga arsyet pse është vërtet. Dhe kur thua që gratë që flasin dëmtohen, kryesisht sepse është gjithmonë ai mendimi që ai e donte vetë, ai krijoi situatën, ai ishte pjesë e situatës. Po. Mund mos shkonte në zyrën e tij, mund ta mos ta bënte këtë, mos të bënte këtë. Dhe kjo e ka menduar edhe e ka shtyr edhe vajzën e parë, Olta, që sot është 38 vjeç, por dikur ishte studente që të mendonte që ç'ne dhe unë me trigoleshi, pak a shumë. Pra unë isha një studente gati ekselente, shumë e thjeshtë, shumë nerd, siç i thuhet anglisht, kur je pas studimeve, studiose, dhe aty e kuptova tha që nuk është se ka ndonjë dallim të madh. Olta ishte 21 vjeç, vinte nga Rrethet, me mesatare 9.9. Vajza që familja kishte dërguar me sakrificë në Tiranë me një bursë. Një profesor i njohur, një ish ambasador në fakt me një reputacion publik dhe me pushtet në universitet, i premtoi ndihmë. Fillimisht i tha unë do të ndjek diplomën, pastaj bursë, pastaj karrierë, pastaj edukim në jashtë Shqipërisë. Por gjithmonë ai kërkonte diçka mbrapsh, që ishte trupi i saj. Dhe kur ajo refuzoi, tha ka qenë një kalvar telefonatash, kërcënimesh, por më shumë do na i thot Olta, të cilën e kemi tani në linjë. Olta? Dalina, përshëndetje. Duke lexuar historinë tënde, Olta, nuk e di se si e ndjerti në atë kohë, nëse mund të shkosh mbrapa në kohë, sepse këmbgulja ka qenë shumë e madhe, që nga rrethi ku ti ke jetuar, aty filloi apo jo? Po, aty filloi. Dhe deri në fund universitetit ai njeri këmbgulte, nuk e di se si e ndjerti. Atëre për ta sqaruar pak situatën, Dalina, unë universitetin e mbarova në rrethin nga unë vi, dhe bëhet fjalë për pjesën e masterit, për 2 vjeçarin e masterit. Qartë, më fal, po, e drejtë. Po. Domethënë, profesori mua më ndoqi u bë udhëheqësi im i diplomës në universitetin ku unë mbarova studimet bachelor. Ai erdhi si i ftuar për na dhënë 3 leksionet e fundit të një lënde. Duke parë përkushtimin tim, ai u vetë ofrua që të më ndihmonte me udhëheqjen e diplomës. Dhe për mua kjo ishte si
reze shprese, nuk di si ta shpjegoj. Ishte një gjë shumë e bukur që po më ndodhte. Si studente që isha, mendoja që një personalitet po, ishte personalitet për publikun, po. Do ishte një augur shumë i mirë edhe për të ardhmen. Po nuk dija ç'më priste më mbrapa. Tema që ju diskutoni sot ishte ngacmimi seksual, i cili për fatin tim të madh dhe të mirë nuk arritin të konkludoj, por u bë në këto 2 vite të masterit u bë jo konsistent, po persistent dhe shumë gati i dhunshëm. Kuptoj. Në momentin që po thoje historinë time, Dalina, sinqerisht edhe mbas 17 vjetëve tani, unë akoma më rënqethet mishi. Si që e kam treguar edhe Elonës, unë nuk e kam folur me njeri këtë histori, sepse kam patur atë frikën e a do më keq kuptohem, a do më vjet gishti që mos e kisha unë fajin, madje edhe vete kam menduar disa herë, mos ka qenë edhe mos kam bërë unë ndonjë shenjë, ndonjë gabim në komunikim. Olta, por tani që jam grua, e kuptoj shumë mirë që nuk kam qenë fare unë, thjesht ashtu janë disa njerëz. Ashtu janë, dhe para se të arrim tek pjesa e rezultatit, asaj që çfarë ti more nga kjo histori dhe tek analiza pastaj bashkë me Jonën, duhet kuptoj më shumë se si filloi kjo gjëja. Si filloi dhe momente që ti kujton në gjithë jetëgjatësinë e këtij ngacmimi. Po. Dalina, profesori ishte shumë i komunikueshëm dhe shumë i gatshëm të më ndihmonte në fillimet e kësaj marrëdhënieje. Sepse ai më premtoi që do më ndihmonte që unë me që vija nga rrethet, do më siguronte një bursë tek universiteti ku unë do vazhdoja masterin. Universitet privat? Po, universitet privat. Dhe për mua kjo ishte shumë ndihmë e madhe, duke qenë se nga ana ekonomike familja ishte me 2 punëtor të thjeshtë dhe as nuk e kisha menduar ndonjëherë që do vija në Tiranë. Për të arsye edhe Besilor e vazhdova në qytetin nga unë vi. Edhe këtu, sikur po më hapeshin rrugët e jetës, do marr një bursë, do studioj, do gjej një punë, do punoj, do bëj me zonjë vetes. Por ama asnjëherë nuk e mendova që ça fshihej mbas këtyre premtimeve. Dhe tani e kuptoj që unë me mesataren që kisha, mua më takonte bursa, nuk është se ishte në një ndihmë që po më bëj. Po, ti kishe 9.9 mesataren. 9.9 mesataren. Unë i them ndryshe vetëm fiskulturën e ke pas 9. Se kështu i bie. Po, si nerd, ajo mund të ketë qenë fiskultura. Po. Në fillim ti the ishe shumë miqësor, po kur ishte sinjali i parë? Ishte atje ku në qytetin tënd apo kur erdhe në Tiranë? Jo, sinjali i parë erdhi kur erdha në Tiranë. Domthon ka qenë java e parë që unë jam regjistruar në master. Profesori filloi me leksionet. Më fal, ti e more bursën? Po, e mora bursën, vitin e parë e mora. Po, okay. Kurse vitin e dytë jo. Qartë, do kalojmë tek viti i dytë. Do kalojmë tek viti i dytë. Atëherë më thuaj, po, erdhe në Tiranë dhe ishte dy javë. Erdhe në Tiranë, ishte java e parë, domthon ka qenë java e parë e masterit. Dhe profesori më fton të shkoj te zyra e vet, e cila ishte në një godinë tjetër nga godina ku ne zhvillonim leksionet dhe seminaret. Më fton për të më dhënë materiale ekstra, duke qenë se më thoshte ti ke nevojë për materiale ekstra që të jesh më mirë nga gjithë studentët, që të arrish të marrësh bursën për vitin tjetër. Dhe unë me atë naivitetin e një studente dhe një vajze që nuk ishte patur në një marrëdhënie, as nuk e çoba në përmend se çam priste. Shkoj, trokas tek zyra e profesorit dhe ndjej një derë që mbyllet me çelës. Dhe aty u tremba, por nuk është se mendova ndonjë gjë të keqe, kupton? Okay. Por aty filloi me fjalë gjithë kjo vajzë, si ka mundësi të lejmë prindrit vetëm, po ti ke nevojë për një mbështetje, unë do bëhem mbështetësi jot. Dhe aty ngrihet nga karige, sepse ne ishim përballë karige dhe ishte skrivania e vet. Ngrihet edhe fillon të më preki nga flokët dhe tenton të më puthi. Dhe unë aty të merrohem. Domethënë aty që herën e parë kam kuptuar kush ishte tendenca. Dhe direkt i them që profesor, të lutem jo,
Edhe domethënë me këtë mirësjelljen, sepse unë e shikoja si figurë shumë të madhe. Dhe i them të lutem mos vazhdo sepse do bërtas. Nuk reagoj më shumë se sa kaq. Ul ke karige vetë dhe me një qetësi kështu olimpike më thot që po qa ka, thot, se s'po ndodh në një gjë e jashtëzakonshme. Unë për të mirën tënde e kam. Gjithsesi në këtë ditë nuk ndodhi asgjë më tepër se sa kaq. E hapi derën ai pastaj se e hapi derën. Po, e hapi derën, u mundua të më qetësonte. Edhe mbasi u qetësova, më dha dhe disa materiale, domethënë nuk dola duar bosh nga zyra, më dha disa materiale. Dhe pastaj ika. Kjo ka qenë era parë që mbaj mend. Dhe pastaj ai shkruajti prap. Pastaj duke qenë se ne komunikimin, duke qenë se unë isha në rreth dhe ndjekjen e diplomës të bachelor, ne kemi ndjekur më tepër nëpërmjet telefonit dhe emaileve, se në atë kohë kanë qenë emailet më shumë. Ai kishte edhe kontaktin tim të telefonit personal edhe emailin gjithashtu. Filloi direkt të bëj të më shqetësonte në telefon. Qa po bën, ku je, të pres të vish, madje Dalina kishte herë që ishte aq i sjellshëm dhe aq i mirë sa thosha, ore mos po imagjinoj unë këto gjëra se nuk ka mundësi. Dhe pastaj ditën tjetër që merrte në telefon, bëj kështu i dhunshëm gati. Se nuk e hap telefonin. Kujt nuk e hap telefonin ti, me kë je? Edhe bursën ta përmendte kur bëj me nerva, që unë të ndihmova. Po, unë të ndihmova, unë të solla në Tiranë. Ti do ishe atje, do ishe skushi, këtu do bësh dikushi, unë do të ndihmoj, unë kam mundësi të fus në punëra të mira. Shiko, ti thua diçka interesante, thua, kur nuk i përgjigjesha, më merrte me të mirë. Kur i përgjigjesha, kisha raste që i thoja, pse ma bën këtë? Po. Kurse kur e injoroja, ai thoshte, unë do ndihmoj për karrierë. Dhe jo vetëm, Dalina, kishte raste që filloi të më premtonte udhëtime. Do të njoh me njerëz që unë njoh. Ndonjëherë mendoj që në atë moshë edhe mund të isha gënjur, por mendoj që fati im i mirë apo i keq nuk e di, ka qenë që unë kam qenë nuk kisha qenë në ndonjë marrëdhënie dhe më dukej shumë e turpshme që kjo të ishte marrëdhënia ime e parë. Interesante si e thua kështu. E them kështu sepse ndoshta edhe tani e mendoj kështu. Ka patur momente që ndoshta do isha dorëzuar, Dalina, sepse ndonjëherë mendoja që kush e di sa do përfitoje, kush e di ku do arri, kupton, kam qenë shumë naive. Në atë moshë kam qenë shumë naive. Pavarësisht që unë kisha mbaruar universitetin, po duke qenë se nuk kisha patur ndonjëherë lidhje, më dukej kështu edhe sikur do më ndihmonte. Duke i ditur pozitën që kishte ose mundësitë që mund të më ofronte, ka patur raste që sinqerisht e kam menduar, thosha po sikur. Po pastaj thosha, po ky është mosha babit tim, se mund të shkoj unë me këtë njeri. Shiko, u dua të ndalem pak te ky mendimi, Olta, sepse ky është një mendim në fakt që faleminderit që ndan me ne, jo shumë e ndajnë, por që ka shkuar shumë njerëzve që kanë qenë në një situatë të vështirë dhe për më tepër një njeri pushtetshëm ta bën atë situatë dëshpëruese apo jo. Ka fuqinë dhe forcën e manipulimit për të bërë ty që të dihesh vërtet e dëshpëruar, ndërkohë që ti vetë meritoje notat dhe bursat, por ai ta ka shitur kështu. Sepse interesi ti ishte të çonte në krevat. Edhe është interesante ky mendimi që edhe do dorëzohesha dhe shqyqy që isha e virgjër dhe kjo kishte ëndra për një natë të parë me një njerëz që do. Por është një mendim që në fakt u ka shkuar dhe ca e kanë realizuar të gjë. Doja të kuptoja, sepse kur thash pjesa e dëshpërimit, në çfarë pike ishe ti kur e mendove këtë, se nëpërmjet teje më kuptoi ta dua që të kuptojmë të tërë edhe mendjen e shumë, se është shumë thjesht për t'i paragjykuar njerëzit. Të thonë ja këto gocat nga rrethet, kështu ose kjo. Po. Çfarë të bënte ai, si të bindja ai në trurin tënd që ti vetëm rrugdalja e jetës tënde ishte ai? Në momentin që më thoshte që ti nuk do ta marrësh, vitin tjetër nuk do ta marrësh bursën, të rroft që erdhe në Tiranë, për çfarë erdhe? Dhe unë e dija mundësitë ekonomike që kishte familja ime, duke qenë se unë isha në një universitet privat, në atë kohë flitej për një shumë diku ke 3.500 euro në vit. Si ka mundësi që unë ta shisja veten për 3.500 euro në vit, se unë bie do shisja veten. Por në atë gjendje kam qenë ekonomike,
që unë e ka menduar se, domethënë shumë sinqerisht e them këtë, sikur dal Olta para pasqyrës dhe ja them vetes. Ky ka qenë momenti që kam thënë, unë s'do ke mundësi, unë do kthehem prapë në qytetin tim, unë s'do ja dal. Kupton? Vetëm kjo më çonte ta mendoja dhe pastaj nuk di se si për një fragment sekonde më kalonte kjo ide në kokë. Më fal Olta që po ndërhy, mendoj se arsyeja pse ke shkuar deri në këtë pikë duke menduar po sikur unë ta bëj, mund të jetë edhe fakti sepse ngacmuesit ose abuzuesit në terrene të tilla mund të krijojnë edhe një varësi shumë graduale. Domethënë nuk është se kërkojnë direkt siç duket edhe në rastin e Oltës, nuk është se ka bërë kërkesë direkte, ka filluar të shtrojë terrenin gradualisht. Patjetër që këto ngacmues fillojnë edhe etiketojnë viktima me një tipologji të caktuar tiparesh, jo çdo ata mund të afrojnë në një lloj ngacmimi. Pra shikojnë vështirësitë ekonomike, shikojnë ato përfitime që mund të marri ky person dhe me ato mjete sa munden, në autoritetin që kanë, mundojnë t'i përdorin, sepse këtë fuqi përdorin ata dhe mendojnë se është e drejtë kjo fuqi që kanë. Pra nuk e shikojnë këtë person si një lloj një individ, e shikojnë që unë mund ta përdor dhe mund t'i jap diçka dhe unë mund të përfitoj diçka. Dhe prandaj çdo gjë duket e izoluar mes të dyve. Dhe viktima në këtë rast nuk e tregon. Por doja ta cekja, domethënë që kjo pjesa e varësisë ka ardhur në mënyrë graduale, prandaj duket e zgjatur në kohë. Jo, është edhe 2 vjet. Në vitin e parë ti Olta shkruan në historinë tënde që njohej një djalë që sot është bashkëshorti yt. Po. Në atë kohë ai u soll si një ish i dashur xheloz. Po. Atje u bë gati sikur ne kishim një lidhje. Çfarë thoshte, çfarë shkruante? Sepse unë doja të shpëtoja Dalina dhe në një nga këto telefonatat që më bënte, unë i kaloj këtë djalin që sot është bashorti, ja kaloj në telefon dhe i them pa ja shpjeguar se kush ishte, i them që të lutem është dikush që më shqetëson, foli dhe thuaj që është e dashura ime, nuk e pse ta bezdisësh më. Dhe këtë gjë bëm. Por mbas kësaj telefonate, atëra ju u kthye në një, unë se njofa më, nuk e shikoja dot më si profesor, u kthye në përbindësh. Unë do të shkatroj, thoshte. Jo atë ditë, po të nesërmen e asaj dite, sepse atë ditë ndoshta ka menduar që jam me këtë djalin, më mori të nesërmen dhe më tha, unë ty do të shkatroj. Ti që bën si virgjëresh, ti që bën si gocë e mirë, a e shikon se ku pas ke përfunduar? Edhe tani që i mendoj Dalina nuk di se si e kam kaluar në atë moshë. Ti pastaj u shkëpute nga kalove temën me një profesor tjetër. Po, në vitin e dytë, sepse ai më ndëshkoi, Dalina. Unë ndëshkova në 3 provime. Më ndëshkoi me notë. Ka qenë i vetmi profesor që më ka dhënë 8 në 3 provimet që kisha me të. Dhe të gjitha provimet e tjera unë i kam 10. Të masterit flasë. Vetëm ai të ndëshkoi të dha 8 vetëm se ti nuk ja le. Që unë të mos merja bursën. Do më thënë ai me këtë donte më tregonte që shikon që unë kam fuqin, ti nuk mund ta marrësh bursën. Dhe me të vërtetë unë vitin e dytë nuk e mora bursën. Por Dalina mua më shpëtoi fakti që prindrit më dalluan, sidomos babi, filluan të më shikonin që unë u dobësova, nuk flisja shumë, edhe kur i jam në qytetin tim isha shumë fjalë pak. Edhe babi më thot një ditë që ç'a ke, mos ke njohur ndonjë djalë, dhe nuk dija si t'ia thosha Dalina, sa ai nuk ishte një djalë, ai ishte një burr moshatar me babin tim. Edhe i them që babi nuk i tregoj asgjë. I them që babi kam frikë se nuk do marr bursën vitin tjetër. Dhe aty ka marr forcën kur babi më tha që Olta mos u shqetëso. Ne lek borxh do marrim dhe ti do ta mbarosh. E këtu shpëtova pastaj. Ndërkohë që ti shpëtove, pa ai ka vazhduar dhe vitin e dytë. Patjetër. Ti ke pasur pastaj ndrove me një profesor tjetër temën, ai kishte zyrën përballë këtij profesorit. Ka pasur momente që ke qartë tek zyra e profesorit të ri. Më trego pak për të, se po mundohem të kujtoj nga që është historia ti e di, por duaj që edhe ta kuptojmë në të gjithë. Atëre viti i parë mbaroi. Filloi viti i dytë, ne na duhet të zgjidhnim lëndët për vitin e dytë, sepse ishin lëndë me zgjedhje, dhe unë nuk zgjodha asnjë nga lëndët që jepte ky profesor. Zgjodha çdo gjë tjetër, edhe pse ishin më të vështira. Zgjodha lëndë të tjera, që të mos kisha kontakt, sikur as në leksione. Kaloi viti,
pata kontakt 2-3 herë kështu, kontakte të lehta në jo në auditor, po në për korridore. Dhe nuk më shqetësoi. Por erdhi tema e diplomës së masterit. Dhe unë zgjodha një profesor tjetër si udhëheqës. Kur e mori vesh aty tërboj, domethënë. Si u soll? Çfarë tha? Tani, siç ta shpjegova Dalin, zyrat e profesorëve ishin në një godinë tjetër, jo te godina ku ne zhvillonim seminaret dhe leksionet. Dhe unë isha e detyruar në një farë mënyrë të shkoja ke kjo godina, sepse do të takoja profesorin që do më udhëhiqte. Dhe fati im i keq ishte që zyra ishte përballë këtij profesori. Dhe në momentin që do hyja tek profesori tjetër, më kap nga mbrapa profesori, ky që më ka ngacmuar gjithmonë, më kap nga mbrapa dhe më thot: "Ha kuçk, ke zgjedhur profesorin tjetër, ë?" Hiki, futem direkt ke zyra e profesorit që do më udhëhiqte. Dhe filloj të qaj, nuk e di, nuk e mbajta dot veten, fillova të qaja brenda ke zyra e profesorit tjetër. Dhe ai u shqetësua, siç duket, dhe më pyet që ç'ka ndodhur, ke ndonjë problem? Edhe i them jo, asgjë, nuk guxoja as të tregoja. Dhe në këtë moment profesori, ai që më ngacmonte, hap derën, ai këtij profesori tjetër, pa trokitur, hap derën, edhe thotë: "Ç'a bëhet tu? Pas ke Oltën?" I thotë: "Po", i thotë, "është studentja që do udhëheq." I thotë: "A e di ti?" I thotë, "që e kam sjellur unë nga X qytet?" Po, i thotë ky profesori që më udhëhiqte, "e di dhe është një nga studentet më të mira që kemi." "Po, a të duaj gjë?" i thotë. "A jo, kot, kalova kot." Nuk e di nëse në atë moment profesori që më udhëhiqte ka dyshuar diçka apo jo, po unë nuk ndaloja dot lotët. Ky mbylli derën dhe iku dhe unë nuk ndaloja dot lotët. Por gjithsesi u justifikova dhe i thash që kam probleme të tjera. A mendove në një moment ja thoi këtij profesorit, të shkoi në mendje që thjesht të hapeshe? Më shkoi Dalina, po kisha frikë. Kisha shumë frikë, sepse kisha të bëja me reputacionin e një profesori që thoja tani do më hapet, mendoja edhe për vete, do më hapet nami keq në shkollë, do thonë vete ka ngacmuar, ose prandaj e pas ka sjell nga qyteti vet, nuk dija çfarë të mendoja. Po fakti që edhe ky ishte një burr, dhe ky profesor, apo nuk shikoja tendenca fare. Jo tendenca ndaj teje, po fakti që edhe po t'ja thoshte, ndoshta ai s'do e kuptonte apo do mbronte shokun. Edhe këtë e kam menduar, thosha po sikur dhe ky të tentoj. Se do thotë që okej, me këtë paska, ndonjëherë mendoja, do thotë me këtë paska shkuar. E kam menduar, por jo shumë gjatë, që t'ja thosha jo. Nuk ja thosha dot, kishte as vetes ndonjëherë nuk ja thoja dot Dalina. Mua më duke një situatë sikur ndonjëherë më duke sikur e trellonte mendja ime. Dhe këtë histori nuk ja the atij, nuk ja the as bashkëshortit tënd, nuk e ke thënë asnjëriu. Asnjëherë, jo. Po bashkëshorti pse zgjodhe mos ja thuash? Kisha frikë, nuk di. Edhe tani që e mendoj, nuk e di, a do t'ja them ndonjëherë. Historia me këtë profesor u mbyll kur ti mbarove masterin, pastaj u shkëputët, që atëherë nuk e folur më. Jo, nuk kam folur më. Vetëm mbaj mend që më ka dërguar një email. Në atë email mbaj mend vetëm që më ka dërguar foton e një penisi dhe diçka që më shkruan. Po. Shiko, në gjithë histori patjetër që ti kishe frikë, po ndërkohë kishe edhe shumë fakte. Se ky njeri të ka shkruar, nëse historia është gjithmonë, unë e them se kam nga gazetaria, e kam një ndjesinë e dyshimit, por duke marrë që kjo është historia e vërtet, dhe ti absolutisht ke qenë gjithkohë stoike në besimin tënd që nuk ke absolutisht asnjë lloj tërheqjas, nuk ke dhënë asnjë, nuk po justifikoj atë gjën e ti, po them nga historia jote, ti ke pasur fakte pafund, mesazhe, foto, emailë, ai me emrin dhe mbiemrin e vet, me numrin e telefonit. Dhe ti ke pasur që gjithë kohës frikë ta bëje këtë, apo jo? Dalina, e di, ndonjëherë kam menduar edhe, ja kam thënë Elonës, unë mendojeva, nuk e di, që në atë moshë kam menduar edhe për gruan e vet, unë i njihja edhe gruan. Ajo ishte një zonjë që punonte po ke njëjti universitet, dhe unë e takoja shpesh, sepse mblidte situata që të takoja. Po, shkolla.
një zonjë nderuar, unë i njihja fëmijët, i kishte më të mëdhenj se unë në moshë. Dhe mendoja që si mundet ky lloj njeriu të bëj këtë gjë me këtë familje të mrekullueshme që ka. Mendoja për veten, thosha tani do t'i vej një damk vetes, do t'i vej një vul vetes që unë nuk e meritoj. Gjithmonë e kam patur këtë frikën. Pavarësisht gjithë këtyre që ti thua, gjithë fakteve që unë kisha, pastaj ndonjëherë mendoja dhe si mund të bëhem kaq mos mirënjohëse, sepse unë atë moshë mendoja që ai sinqerisht më ndihmoi me bursën. Po tani e kuptoj shumë mirë që me 9.9, jo aty, po unë nuk e di se ku e merja bursën. E të mëshme, të mendoj që ai këtë gjë mund ta ketë bërë dhe me të tjera. Edhe ndoshta dhe ja ka E dalë. ka menduar shumë mirë, Dalin. Dhe e di pse e ka menduar, sepse të gjitha vajzat që ai merrte në udhëheqje ishin vajza në të njëjtën situatë si unë, vajza që vinim nga qytete, nga rrethe, dhe gati me pa mundësi ekonomike, po. Dhe gjithmonë e ka menduar që po sikur ta ketë bërë dhe me të tjera. Po kështu kishte llafe për të flitej se her pas here edhe Absolutisht jo, absolutisht jo. Jo. Dalina, unë mendoj që dhe sot, nëse unë e them me emër dhe me mbiemër, nuk ma beson njeri. unë nuk do të vazhdoj flas më shumë për atë njeriu, sepse pastaj është tjetër emisione edhe tjetër në hap një çështje tjetër. Jo, absolutisht, ajo do ishte një çështje që unë duhet ta bëja në polici. Po, patjetër, kështu që i takon të takon ty. Absolutisht. Po. Nëse do ta ndjekësh të gjë, përgjithsesi janë disa gjëra që ne kanë ndodhur të gjithave në forma të tjera. Më bëri përshtypje ndjesia e mirënjohjes. Pavarësisht se ajo ndihet terrorizuar, pavarësisht se ai ja hoqi bursën, e kërcënoi, kjo kishte të njeriu të mirë, që të ka bërë një të mirë. Atë që na i thonë që të vogël ka bërë një të mirë. Tjetër që më bëri përshtypje në këtë rrëfim ishte fakti që ajo pa dhe familjen e tij. I erdhi keq për familjen, për reputacionin. Pra më shumë se sa reputacion, mendoj reputacionin e vetë, mendoj reputacionin e tij. Sepse në moment që merresh familje, reputacioni i tij edhe ai dëmton. Plus çështja e frikës është tjetër gjë. Të mos treguarit edhe fakti që njëre mendoj që ndoshta edhe mund ta bëj, nuk i dihet. Pra shumë mendime, por shumë të dëgjuara këto. Po. Përtej ngacmimeve, përtej thash punës edhe shkollës, edhe në jetë. Shumë mendime, sidomos kur je edhe tha Olta në fund që sidomos vajza nga rrethet kur ishin vulnerabël, të pambrojtura, që janë dhe vetëm në Tiranë. Ne mendojmë që ngacmimi është një ngjarje komplet e rastësishme, e dobët, nuk ka një influencë tek jeta e njeriut, po në të vërtetë shumë studime thonë që është një ngjarje traumatike, mund të zhvillojë trauma të stresit posttraumatik, siç thuhet ndryshe, e cila mund të lë gjurmë të rëndësishme tek personi për efekte që zgjasin, po me vite. Dhe një studim në fakt i fundit fare që ka dalë tani, por shumë i zgjatur në kohë, tregon që këto efekte mund të shkojnë deri 25 vite tek jeta e njeriut. Dhe nëse ato trajtohen sërish ndihen, domethënë Ka kaluar 16 vjet për Jonën edhe për Oltën. Po. Edhe vazhdon flet për të, pra do të ta ndante. Dhe me sa kuptoj është e hera parë që e flet këtë ngjarje. Kështu që duke konsideruar vetëm efektet se sa të rëndësishme janë, tregojmë edhe rëndësinë e ngjarjes që ne nuk e konsiderojmë. Pastaj çështjet e tjera që janë po ashtu të rëndësishme janë sa besim kemi ne ta tregojmë, institucione që nuk mbrojnë, madje institucioni ta shkakton sepse ke vendosur një person aty që krijon të gjithë këtë traumë për shumë persona brenda. Dhe ti nuk e edhe besimin që të shkosh në një institucion tjetër të kërkosh ndihmë përveç faktit që nuk ke edhe rrjet mbështetës, sepse me sa kuptoj, Olta sado ka mbështetjen për universitetin, tregon një arsye pse nuk e ka treguar në familje ose nuk ka reaguar tek partneri i saj, tregon mungesën e besimit do thënë që ne kemi, po edhe ato që thash në fillim, sepse ne e peshojmë shumë para se të ngrem zërin. Shikojmë dëmet që mund të shkaktojmë vetes apo edhe personit tjetër. Po ashtu një element është që kur ne jemi në këtë efekt traumatik, siç e tregova, ne kemi një disonancë, një shkëputje quhet ndryshe. Ne nuk jemi në kontakt shumë të afërt me arsyen tonë, që do thotë operojmë në nivele të tjera psikike, sepse na kanë influencuar si gjendja jonë emocionale, po edhe gjendjet e tjera të jashtme, kultura, narrativa që ndërtojnë jashtë dhe ne i përthithim. Të gjitha këto bëjnë të gjithë
rolin që ne të mos reagojmë dhe krijojmë mënyra të tjera të cilat japin shpjegime ndonjëherë të parësyeshme, po sikur ta kem fajin unë. Dhe kur shkojmë në këtë pikë, po sikur ta kem fajin unë, tregon që ky ngacmues ka përdorur një impakt me taktika, me manipulime të forta të ky person, që ka krijuar të ide të zhvendosjes së fajit tek vetja. Kështu që është e gjitha një lloj kamuflimi vetëm nga ngacmimi, që në duke shumë i lehtë. Për mua është e neveritshme kjo gjëja, sepse edhe unë në jetën time kam pasur situata të tilla, po ka një lloj neverie këtu që unë vërtet përdhunimi është penetrim. Domethënë është më fundi, mbaron dhe penetron, po edhe pa penetrim është e njëjta gjë si të përdhunohesh. Realisht edhe me ngacmime, sepse sidomos nga njerëz që ti tani ajo vajza nuk e ka mik atë, po krijoi një lloj besimi. Pra ai erdhi dhe shfrytzoi dhe ajo është futur në shkollë, ka një ëndër, ka një ambicie dhe ai njeri ishte në atë postin që ishte dhe kjo e ka parë si profesor, Olta. Dhe në momentin që ka parë si profesor, ajo mendon këshilltarin, të mençurin, liderin, udhëfysin, fenerin e dritës, nuk e di në rrugën e saj jashtë, mbështetsin. Gjithçka çfarë mund mendosh për dikë që të vjen dhe për më tepër që ky ishte edhe një personalitet, ose the dot fjalë, nuk i shko fare fjalë personalitet, por që ishte dikush. Kështu që edhe për më tepër gri nga i rreth dhe sheh edhe këtë dhe futesh në Google dhe dëgjon gjëra që ai thotë, ndikimi që ka e burra të tjerë ulur aty e njerëz që ja dëgjojnë mendjen. Ai u ndje me fat që u përzgjodh në qytetin e saj të vogël, erdhi ky njeriu atje për pak kohë, që kishte edhe këtu pedagog në universitete private dhe e zgjodhi. Dhe gjitha i gëzim, pastaj kalon në një dëshpërim shumë të madh, kur ti shok i madh, sepse ti pa pritur shef diçka tjetër dhe ka dhe një moment që unë mendoj në këto ngacmime seksuale që ndodh femrave, ndoshta edhe meshkujve, po ne femrat e kemi diskutuar dhe është diskutuar sidomos që lëvizjes Me Too, është një moment numb, quhet anglisht, je kështu si empir, dhe nuk e kupton. Nuk e kupton çfarë po ndodh. Thua, kjo është kjo normale, nuk e di Olta që se të ka ndodhur ty, po sa ta analizosh, thua... Dalina, e di çfarë po mendoja tani, me pyetjen që më bët që po bashortit, pse s'ja ke treguar. Dhe thellë, e di pse? Sepse prap nuk kisha atë frikën, Dalina, se mos të më thonin që, kështu pas kanë qenë ato dietat e tuja, se të kanë ndihmuar ky profesori. Dhe do ta thonë. Dalina, jam nuk di, më është... S'është me bë moral tash se kjo gjëja, historia ka 18 vjet dhe... Po, absolutisht. Po thjesht më ndjeva ta në këtë panel që shko denoncoje, ke kohë e tjera, por në çdo lloj rasti nuk është për të thënë ajo, por që dhe kam përshtypje tek nxënës që imagjino ti vetë je nxënës e 10-s dhe 9.9 dhe nuk besoje tek vetja. Dhe te kjo pjesa e mosbesimit që shpesh për nxënës shumë të mirë është diçka që është gjendur apo jo, kur janë nxënës shumë të mirë që kanë dyshime tek vetja, e përforcon dhe ai. Që thot po të marr unë. Dhe ti fillon kujton, po. E di sepse janë procese mendimi që mua jo në një situatë të tillë, po situata të tjera. Këto kanë qenë ato që mua më kanë shtyrë të mos e tregoj. Nuk doja ta vija veten më në pikpyetje. Unë sot e njoh, e di shumë mirë kush jam, e di edhe aftësitë e të gjitha, po prap them, po nëse e them tani, do ma besoj njeri që jo vetëm për pjesën e dietave, se sot dietat për mua s'kan rëndësi fare. As nuk më hyn asnjëherë në punë, Dalina, nuk e bëra asnjëherë profesionin tim. Prej këtij profesori unë pësova një traumë që fati më i madh ishte që unë u largova nga Shqipëria dhe nuk pata më kontakte. Dhe një gjë tjetër që dua të them, Dalina, ishte që mua më ofrua bursë dhe mundësi punësimi po ke ky universitet, bursë për të vazhduar doktoraturën. Dhe unë absolutisht nuk e mendova 2 herë. Unë ika. Çfarë sta tjetër jetën? Po, prandaj themi që është një traumë, domethënë që i ndodh personit. Ndoshta i dha jetës time një ka tjetër, po prap sot jam shumë e lumtur që jam këtu ku jam. Po kjo gjë më ka ndikuar në jetë. Jo ti bravo, po këto... Unë edhe sot e kësaj dite kam të vështirë t'ju besoj burrave. Mami më thot mos asnjë ditë, por më vjen shumë keq se ka dhe meshkujt mrekullueshëm. Gjithsesi, kjo histori më kujtoi edhe një histori shumë të famshme, nuk po e them emrin e profesorit, por para shumë vitesh një profesor shumë i famshëm dhe ai dhe figurë publike, nuk e di atë kujtohet, ti je 38 vjeç, por që u kap nga fiksi, nga një studente që e denoncoi, ishte profesori psikologjisë. Edhe ai njëti problem, pra ngacmime ndaj studentëve,
disa e hëngrën, e kishin ngrënë, disa të tjera si vajza në fjalë, pastaj e filloi luftën dhe e çoi deri në fund. Nuk e di çfarë ka ndodhur me atë profesor tani, pra i është dukur nga jeta publike, unë nuk e di nëse vazhdonte të jepte mësim. Kurse unë e shoh akoma Dalina. Edhe atë tjetrin? Jo, këtë e shoh Jo, po akoma. këtë e sheh sepse nuk është denoncuar. Këta njerëz do vazhdojnë përderisa nuk askush nuk e ngre zërin e denoncon dhe ka fakte, këto do të vazhdojnë të enden. Po kam di çka ka menduar Dalina që dikush u denoncua atëherë dhe vazhdoi, edhe pse dhe vajzën që shkoi, apo jo Elona, që shkoi me video dhe ato e shan, e bën edhe ajo është nga Shqipëria iku. Këta kanë fatin e madh që gjejnë njerëz vulnerabël, ashtu siç isha unë atko. Dhe ndoshta vulnerabël jam dhe sot që se marr ata hapin e madh që të shkoj ta bëj atë denoncimin. Nuk di që të mendoj, se sot nuk jam vetëm Olta, sot jam Olta mami 3 fëmijëve, Olta si përmarrëse, Olta me një emër, dhe nuk dua ta prish më reputacionin tim, por e di që kam pritur Dalina të ndodhte ky denoncim, dhe unë do t'i bashkohesha. Por që ta bëja vete para asnjëherë nuk e gjeta guximin. Vë dhe shumë të zhvilluar se ne 100 vjet përpara Amerika, mos harroj që Me Too-ja lëvizja filloi vetëm para ca vitesh. Ndërkohë që atje kanë votuar dhe para nesh dhe kanë bërë lëvizje tjera seksuale, liri seksuale, çdo gjë shumë para nesh në vitet 60. Dhe prap kjo gjë u bë publike, nuk e di sa, 6-7 vjet më parë. Lëvizja Me Too që edhe pastaj u futën në burg producent një orë për përdorimin e pushtetit për ngacmime seksuale kryesisht ndaj femrave, kështu që është pak e vështirë kjo në të gjitha që të kuptohet. Po kam një pyetje për Jonën. Ky duket si një anglisht i thuhet serial molester, ngacmues serial, se më bëri përshtypje kur tha Olta gjen vajza nga rrethet. Çfarë i shtyn këta njerëz që ta kërkojnë gjithmonë? Ka një perceptim të shtrëmbëruar të statusit që kanë dhe roli që kanë, sepse aty me ato mendojnë që përveç roli që mbulojnë, mund të trajtojnë edhe persona që kanë nën ta si përfitues, pra ata mund të përfitojnë vazhdimisht, prandaj dhe ushtrojnë këtë gjën, por janë shumë të kujdesshëm ta zhvillojnë me viktima në thonjza që e kanë të minimizuar faktin që mund të denoncohen. Pra e studiojnë mirë para se të shkojnë. Për këtë arsye ai ka rezistuar për kaq shumë vite pa u denoncuar nga dikush. Dhe po të shikosh nuk ka dalë si rast. Ka një narcizizëm në thelb, në ato që ato përfaqësojnë, ato rol që përfaqësojnë profesor, të qenit në një rol drejtues. Po edhe guximi jo guximi për të ngacmuar, tash sa ajo merret vesh e gjen guximin burrat, po guximi ti për të vazhduar me mesazhe me emrin e mbiemrin e atij në telefonin e saj. Po mos harrojmë që koha në atë periudhë që referohemi ka qenë ndryshme, pra nuk kishin dalë akoma këto skandale që dalin sot nëpër media, kështu që ka qenë shumë i përshtatur me kohën e atëhershme. Nëse flasim për sot, mund të jenë teknika që janë akoma më të fshehura dhe ndoshta më të izoluara. Sot ishte shumë e lehtë ndoshta. Je shumë e lehtë dhe shumë mirë që është bërë edhe ajo lëvizje dhe shumë mirë që bashkë me pedofilinë dhe gjëra të tjera po bëhet çdo ditë po bëhet refren kjo në lloj formash, që të paktën brezi i fëmijëve të tu Olta, brezi i fëmijëve të mi ta kenë direkt bardhë zez. Megjithatë, përtej kësaj prapa ai momenti vulnerabël që mund të ketë njeriu në çdo epokë edhe mbas 100 vjetëve është gjithmonë një vajzë vulnerabël, ai është një moment që gjithmonë do përdoret. Dhe i bëre edhe një pyetje pak më përpara Oltës, i thej që ai e ndjer dhe ti e ngrir, sepse është kjo një efekt. Pra nëse dikush që dëgjon dhe ka kaluar këtë lloj stadi të ngrirjes që nuk ka reaguar, është një reagim normal, tërësisht, që i ndodh pas një ngjarje që përjetohet në të tilla nivele ku të kërcënohet siguria jote ose ana psiqike që ti fillon pastaj edhe çdo gjë tjetër të duket e parëndësishme. Sepse me sa kuptoj edhe ka prekur në aspektin akademik që ajo kishte shumë të rëndësishëm, edhe në pjesën se si e ka parë veten, sa fuqishëm është futur ai ngacmim tek brenda saj, kështu që janë të gjitha faktorët cilët e shtyjnë një person të merr një rrjedh jeta, ndryshe nga çfarë ishte parashikuar. Dua të bëj një analizë të shkurtër në fund atij njeriu. Jo atij specifikisht, po një njeriu të tillë që ka pushtet, që është i njohur, që e ruan reputacion, se njerëzit e njohur dhe me reputacion padyshim e ruajnë. Ndërkohë që ai ka pasur edhe një pozicion të tillë jashtë Shqipërisë që ka qenë goxha pozitë dhe ka përgjegjësi të mëdha. Domethënë duhet përgjigjet, duhet ruaj figurën, duhet ruaj familjen. Pra janë shumë.
Ç'a ndodh në kokën e tij që dobësohet dhe bëhet ky lloj, s'po them, dhe them krim, ti nuk e thua, apo e them unë, ky lloj krimbi. Ç'a janë këto lloj burrash? Përfundojnë kështu, duke ndjekur dhe nga një anë. Olta, s'kam gjë me ty, më kupto, dhe me studentët e tjera, po kur mendon burrin në pozit, me gjërat fituara, me gjëra dhe shkon kap studentet 18 vjeçare të vigjra, të pambrojtura, që ndoshta as muhabet nuk kanë atë moment, nuk kanë as çat japin, apo është thjesht i perversiteti. Lidhet me personin, jo kushdo e bën, domethënë arrin të tilla situata dhe sjellje. Ka shumë histori të tilla, njerëz që realisht kanë punuar tërë jetën e tyre, kanë lexuar, janë shkolluar, kanë arritur pushtet dhe kishim te historia e fundit e Epsteinit, në ishullin e Epsteinit. Pra këto burra dhe pastaj kapen edhe emocionohen, se një lloj emocioni është edhe urrejtja dhe kjo gjë që po i shkon atij me këtë, me mesazhet, ka shumë emocione kjo gjë. Emocionohen me një vajzë që erdhi në Tiranë nga i rreth që edhe kjo thoshte unë jam dhe si nerd, pra nuk është dhe një emocion që ti u dashurove në tren me një që kuptove që jeni shpirtra binjak. Po janë ca emocione që ç'a ndodh apo gjithçka lidhet me. Po shiko, tërheqja dhe nevojat që zhvillohen në persona të cilat arrin disa stade, pra ai mund të jetë ndjer i aktualizuar, vetë aktualizuar siç themi, vetë me veten e vet, apo i respektuar në botën sociale, por në botën e tij të brendshme mund të ketë hapësira të cilat janë të shtrëmbura, që i themi ne, dhe të cilat ai përpiqet të mbulojë ose të përmbush në mënyra të cilat janë pak të fshehura. Dhe këto që ne i shikojmë sot me ngacmime, me abuzime, të gjitha vinë si pasojë këtij personi që këto nevojë nuk ka arritur t'i përmbush në mënyrën e duhur, që mund të jenë të shtyra pak edhe nga morali, sepse ne kemi tre gjendje të psiqikës tonë. Pra kemi edhe ato superegun që vetë komuniteti na e shtyp dëshirat tona, të cilat mundemi të funksionojmë në jetë sociale. Ndryshe të gjithë ne do operonim me nevojat bazike. Pra më vjen mua dëshirë të bëj diçka dhe unë e bëj. Por jo, sepse me kalimin e kohës unë jam edukuar që këtë dëshirën ta përmbaj, të mos e bëj. Disa njerëz nuk e bëjnë publikisht, por e bëjnë në mënyra të fshehura kur ju jepet rasti, dhe një prej këtyre janë dhe këta individ. Edhe kjo është një mënyrë shumë interesante për të kontrolluar edhe figurën tënde publike. Merr vajzën e re, vajzën që ka ardhur, vajzën që si një njerëz, ka ku të flasë, ka çfarë të bëjë dhe ti mbaron çfarë do dhe ke lloj sigurie se sa ta bësh të gjë me njerëz që mund të jenë më të rrezikshëm, që mund ta gjejnë. Prandaj dhe i zgjedhin, domethënë, dhe raste të cilat ata mund të shfrytëzojnë për dëshirat e tyre të shtypura në mënyrë sociale, por individuale i kanë shumë perverse. Ka nevojë terapi dhe për këtë. Edhe kur nuk rezulton deri në seks, ka nevojë edhe për këtë terapi. Për Oltën? Po. Patjetër që po. Duket se, domethënë, ne nuk e pyetëm shumë për gjendjen e saj emocionale, i shkuam pas shumë detajeve se si ka procesuar, por kam përshtypjen edhe mund ta pyesim se si ka qenë pjesa emocionale për to dhe si është sot që e tregon, se edhe sot kur e tregon zgjon një emocion. Unë e pyeta në fillim si u ndjeve, po ju shmang pyetjes së ndjesisë. Si jam ndjer më mbrapa, kur, gjatë gjithë kohës? Në trego momentet të tua më të rëndësishme emocionale, edhe kur ka ndodhur, edhe sot që tregon. Herën e parë jam ndjer e shokuar. Herën e parë, domethënë shkova në shtëpi dhe thosha ndodhi apo nuk ndodhi kjo gjëja. Okej, këtu është ditën që më ka mbyllur, ditën që mbylli zyrën me Chels. Pastaj gjithmonë mendoja, sepse thash, kishte një sjellje shumë të çuditshme. Herë silla aq mirë sa thosha ore mos po ma shpik truri im këtë gjën. Dhe pastaj bëj gati i dhunshëm. Dhe këtu pastaj të merrohesha. Thosha po sikur të mi bëj këto gjërat që i thot që do i bëj. Unë do të zhduk, unë do të nxjerr namin. Ka dhe kërcënim, pra përveç ngacmimit, ka dhe kërcënim që luan një rol shumë të rëndësishëm tek një person që i ndodh këngë gjëja. Kam filluar të ndjej në atë periudhë. Nuk doja as të njihja në një njeri. E pata shumë të vështirë edhe të njihesha me atë që sot është bashorti im. Nuk kisha besim. Nuk i jepja dot besim. Tani ky panik ka kaluar te goca që e ke 10 vjeç. Te goca jam bër bish tani. Te goca flas sikur e kam shoqe. Dhe i them për çdo gjë. Jam mami këtu dhe më thuaj para se gjërat të ndodhin. Nuk është se ja them që me mësuesët ose në çdo lloj situate. Dhe jo vetëm vajzës, Dalina, unë ja them dhe djalit. Sepse unë kam djalin, kam edhe 2 vajza.
Ja u them, komunikoj me ata sikur I kam shok, sepse unë nuk e kam gjetur forcën ndonjëherë ta flisja me prindrit dhe nuk e di nëse ndonjë fëmijë do ta gjente forcën të fliste me prindrit. Po them, unë kam patur psikologe në shkollë, atje te ai universiteti ku kam bërë masterin dhe nuk e kam guxuar ndonjëherë që të shkoj ta takoj. As nuk e kam çuar në përmend. E ka qenë e Përse vështirë. them nuk e di, nuk e gjeja forcën, nuk e Ka humbur gjeja. besimin edhe te institucioni. Absolutisht. Mendoj që unë edhe tani që po e flas me ju, kjo është hera e parë që e flas shumë me zë të lartë. Dhe tani sikur ndjehem e lehtësuar. Do të thënë, mbasi e kam folur me Elonën dhe po e flas me ju, për mua është si një çlirim. Tani më duket sikur jam çliruar. Tani më duket sikur kjo histori mori fund. Ajo ka marrë fund si histori dhe unë do thoja që kur I flet gocave, se unë këtë mendoj gjithmonë, që gjërat të tilla na ndodhin shpesh në pozita shumë vulnerabël. Dhe unë prap kur fëmijët, vajza është 10 vjeç, adoleshentët prap kanë një tendencë që të fshehin gjëra. E kanë të tyren, sado që mund të jenë të hapur për një pjesë I Pa fshehë, diskutim. Pa. sepse janë në zhvillime sipër, kanë turpet, ka gjërat e tyre dhe ata si të gjithë neve, se të gjithë kemi botën tonë sekrete. Po janë këto momente që ty rastësisht në një lloj mënyre të shpëtoi dhe fakti që ishe virgjër, që kisha atë fantazinë tënde të virgjërisë. Pa. Po unë them që të paktën këto fëmijë tanë t'i forcojmë që kur të vinë momente vulnerabël, ta dinë që there is a way out, kanë një derë të parën tek ne. Pra e kanë atë derën tek ne, për çfarë do lloj gjëje. Sepse vulnerabiliteti këto momente ndoshta nuk I vinë në universitet, nuk I vinë në punë, mund t'i vinë edhe me një të dashur, me një që ka dëshirë, ka qef, edhe hajde se po e bëj, se më pëlqen, apo se e shtyn shoqet. Ka shumë mënyra, po në momentin e parë që ne diktojmë një gjë ose kështu, po se di tash për pjesën që ai do të hapet ty, edhe unë gjithmonë I them gocave E vështirë më duket edhe mua dhe Dalin, por unë e tentoj gjithsesi. Jo, e kam fjalën në përgjithësi sepse dhe unë këtë kam bërë me goca, po e shoh që shumë disa gjëra disa gjëra nuk më thon mua. Ka ditë që zbraze komplet, ka gjëra që nuk kanë dëshirë. Ka dëshirë t'i ndajnë për shoqet e tyre, ose të mos I ndajnë, ose t'i ndajnë kur është shumë vonë. Pra t'i ndajnë kur është shumë vonë. E kam fjalën nuk është asnjëherë vonë, por t'i ndajnë shumë më vonë se sa në momentin që mund të bëj zgjidhja, që unë mendoj që mund ta zgjidh krizën brenda ditës. Sepse ata nuk pyesin se çfarë do bësh ti, ato e kanë procesin e tyre. Por them që është e rëndësishme që në këtë rast, me që se jemi në fund telefonatës, të paktën edhe gocat tona që t'i rrisim, mos ta mendoj që nuk ka zgjidhje tjetër. Edhe kjo është. Atëherë do në ndim prindrit ty në fund. Ti nuk e besoje këtë. Patjetër. Shiko, Asnjëherë. se prindrit I erdhën në ndim, ata ja paguan shkollën vite, I dhan sigurinë që ec në shkollë. Dhe I tha, dhe ishte sa ndryshimi të madh bëri me herën e parë, sepse ishin prindrit. Dhe prindrit e saj janë prindrit të mirë, por nuk e kanë diskutuar se ata të shkretët thanë, kjo dhe kjo 9.9, kjo se ka menduar që e meriton. Prindrit I kanë lënë se ekonomikisht u kanë qenë mirë, por në momentin që ato I thanë, ne mundemi dhe do t'i gjejmë me të gjitha mënyrat, atëherë edhe kjo I erdhi forca, kështu që të paktën ne t'ja themi këtë që çfarë do të kesh, we can solve it together. Do të thënë edhe se është një shprehje që edhe krim të bësh, ma thuaj, kupton? Ndoshta nuk të ndihmoj deri në fund, do shkosh në burg, por do përpiqem. Po ndikon edhe edukimi I fëmijëve. Në moment që ti thua se dikush të prek në këtë mënyrë, të thotë të fjalë dhe ti edukon, atëherë kupton fëmia në mënyrë të indirekte që nëse më ndodh, atëherë mund ta flasë, që ka në rregull ta flas. Prandaj ndihmon edukimi në këtë pikë. Ndihmon shumë edhe shumë vajza të cilat janë bërë edhe viktima, pra e kanë dhënë veten këta lloj meshkujsh, me pushtete, me mënyra se si flasin, si bëjnë. Në këtë rast Olta shpëtoi sepse nuk e kishte këtë background, ndoshta ka të tjera që kanë zero sigurinë vete, zero mbrojtje. Ka dhe që nuk e mendojnë fare. I duket si procedurë. I duket si thjesht procedurë. Se un kam folur e kam takuar lloj njerëzish në jetën time, të cilët në momente të caktuar kanë bërë vetime. Mund të jetë dhe justifikim I vetes për ta mos e ndjer plotësisht atë që ka ndodhur. E kanë bërë, e kanë marrë mirë qenë, do bëhet. Është okay, do bëhet. Si një lloj, po e them, tash po mund ta them si prostituta, që është it's a thing. Po prapë edhe ato, pasakosh kur e kanë ndarë, se kur ma kanë ndarë historinë, ka pas një shok aty, ka pas diçka. Po në atë moment e parë ka qenë pjesa e mungesës së zgjidhjes, pjesa e s'kan ku të shkojnë brapa, është gjithmonë në brapa.
Unë them gjithmonë që është gjithmonë një vend brapa që të pret, një familje që për një gjë është, duhet të ketë një njeri, një bazë, ato që s'kan ku të shkojnë. E vërtet. Okej, Olta, unë të falenderoj shumë për telefonatën dhe më vjen Dalina, shumë ju falenderoj unë ju shumë. Mbas këtij rrëfimi të dytë ndihesh shumë e shiruar. Ka me mira historisë e jotja dhe fatkeqësisht. Por që të ta mbyllë dhe të dëgjosh dhe një lajm, nuk është lajm i mirë, po në fakt unë ndërsa hapa temën më erdhi një studim shumë interesant, që ishte nga studim ndërkombëtar për ngacmimet seksuale në vendin e punës në Shqipëri, nga shoqata Together for Life me mbështetjen e Mbretërisë së Vendeve të Ulta në 2023 në tetor. Dhe është mbështetur në 1026 persona të punësuar, një sample për popullsinë, dhe thoshte 19% të punësuarve shqiptar pranojnë se janë ngacmuar seksualisht të paktën një herë gjatë jetës së tyre profesionale. Gratë rezultojnë 2 herë më të prekura se burrat. Pra pothuajse 1 në 5 shqiptare që punon ban një histori të tillë me vete. Kështu që ka shumë histori të tilla dhe burgjet janë bosh. Pjesa më e madhe nga ngacmimet seksuale. Unë të falenderoj, Olta. Ju falenderoj shumë, Dalin. Ditë mbar. Ka shumë edhe aq që nuk flasim neve për të historisa që për shumë vite edhe paktën brezim nuk ishte diçka që dënohej, por nuk dënohej haptazi. Thjesht dënohej ose ky pervers ishte një psikopati si Musul ashtu. Dhe pastaj hec, kalo. Ndonjëherë kam një pyetje, si është më mirë? Ai lloj sistemi apo kur i fut të tërë të duken kështu qeka? Apo kjo tjetra? Jo, nuk është i mirë se rezultati i asaj që ka ndodhur atëherë është përforcuar sot. Historia e dytë është një histori në vendin e punës, jam avokati përmend ato statistika. Është historia e Dianës, ajo sot është 53 vjeç. Diana kaloi një tragjedi personale, kishte humbur fëmijën e sapo lindur. 6 muaj nuk erdhi në punë dhe mbas 6 muajsh ajo pushohet nga puna. U shokua sepse tha si u pushova, nuk kam asnjë njoftim asgjë, etj, jodhi në gjyq, fitoi gjyqin. Tani prap e njëjta gjë, dikush do të mbështesë. Edhe del ai njeriu, ai burri i radhës. Ajo shkoi te një nëndrejtor i vjetër për ndihmë në atë moment që ishte shumë në një moment vulnerabël të jetës, pra që ndodhi kjo për pushimi nga puna, dhe kur shkoi atje ai u ofrua për ta prekur. Mesazhi ishte i qartë, nëse nuk dorëzohesh, je shumë e zëvendësueshme. Pra, mu jep që të mbaj në punë. Diana. Përshëndetje, Dalina. Përshëndetje. Diana, këto histori të kanë lënë shenjë apo jo, se janë dhe 2 të përsëritura. Realisht, tani që ju pa përmendi, vërtet po prekem. Sepse ishte historia ime. Çfarë ndjeve nga i momenti i parë? Ti kishe kaluar edhe një dramë shumë të madhe, humbjen e një fëmie. Pastaj mbas asaj drame ishte shoku i punës dhe pastaj një njeri thotë, unë ta zgjidhun, po ma lë mua. Po, ashtu ishte një, jo thik mas shpinës ato më dha jeta dhe fati, ishte një hedhje në humner. Pra ata njerëz nuk më kursyen, dhe nuk e di pse, sepse me këta njerëz kisha punuar vite të tëra, ndërtuar dhe një marrëdhënie respekti ndërsjellët, por siç duket pas ka qenë fshehur. Në momentin që pati një pozicion, më tregoi kushtet, se si ai mund të më ndihmonte. Sigurisht nuk mund ta bëja gjë të tillë, sepse 10 vjet punë nuk mund t'i hedh poshtë me mbrojtjen e atill. Nëse thash nuk më mbron puna ime, atëherë në djallë le të vej, thash. O Diana, jam kurioze, ky nëndrejtori, sa vite kishte që punonte aty? Kishte pothuajse sa unë, ndoshta edhe më pak. Po kishte dhënë ndonjëherë një shenjë ndaj teje, ngacmim, gjë, kishte ka pasur? Jo, bënte kështu shumë i respektuar, nga i cik, për ta mos kish kuptuar. Kupton për të që është i sjellshëm me mua, Se tani është kohë të themi që shiko të japin sinjale gjithmonë. Edhe pastaj janë vetë ata meshkuj që thonë asgjë nuk i bëm. Shiko, janë sinjale që të kuptohen. Tash ne jemi femra dhe pastaj vërtetova edhe me fjalë, siç ndodhi në fund. Kështu që unë humba atë vend pune, por nga mënyra se si u përjashtova, kuptohet duke shkelur baza ligjore, u detyrova gjykatës, kuptohet ajo do pak kohë, por më doli në një kohë shumë të shpejt, por pra fitova gjyqin duke marrë disa paga dëmshpërblim,
dhe pa i kërkuar gjykatës që unë të rikthehem në punë sepse nuk mund të punoja me ata njerëz, ishte pa mundur, sepse mund të merr edhe rikthimin në punë edhe pagesën. Thash, unë nuk kthehem dot më aty, të marr atë dëmshpërblimin edhe. Dhe ai dëmshpërblim u dha siç bëhet nga institucionet shtetërore, pjesë sa që ti nuk e ndjen se çfarë more. Më bën përshtypje që një njeri që ke 10 vite që që ke 10 vite që punon, Po, sakt. pa pritur të bën televizje në një moment kur ai si një njeri me cilin ke 10 vite që punon dhe di se çfarë drame ke kaluar dhe çfarë situate është, ai mund të bëjë një krah. Për më tepër. Më thuaj pak si ishte ajo, e kujton atë momentin në zyrë që ndodhi? Jo, sigurisht shkova dhe i them të lutem se ishte nën drejtor, tashmë kishte një lloj pushteti dhe e kanë normalisht. E i thash se kështu më thash po më komunikoj një gjë që unë as kam marrë as një vretje, para duhet hyrë në një komision disiplinor. Ka një hierarki masash deri në masën përfundimtare të largimit nga puna. Mirë tha, po tash që okej, unë të ndihmoj, tha, po të ndihmoj. Okej, thash, po tash duhet me ofroj një gjë, tha, me bëj një gjë dhe më afrohet. Edhe më prek çik, tash ti e kupton, tha mua. Thash lutem, thash çfarë po bën, thash. Ç'është kjo gjë që po bën dhe isha vërtet e shokuar, se nuk e prisja nga ai. Por më tepër burr që ishte goxhane çik më i madh se mua. Prindë dhe vetë, kuptohet. Se nuk më themi se ishte në i çuni i ri. Pa. Ishte një burr, ishte një familjar. Pa. Merri zor mua, thash pse më zot kam dhënë këtë mesazh unë te ky njeri që unë mbaj punën kështu. Unë mbaj punën nëpërmjet kësaj gjëje. I thash të lutem, po deshe më ndihmë. Të lutem i thash se do ndihmosh për ai sa njeh, ai sa bën në rregull. Po këtë gjëra thash unë nuk i prisja nga ty. Çfarë tha? E la kështu si të duash tha. Dhe ka miku nga zyra që të rënditur sa nuk e ke iden. Nuk kam pasur situacion Ja the dikujt të histori? Për këtë. Shikoj, ka ndodhur mbas, unë u largova, pastaj ka ndodhur që unë kur kam folur pak me ish kolegët, i kam thënë shikoj se ai nuk është aq burr i mirë sa duket, i thash. Po dhe një sinjal të thjesht. Ato hapën pak syt, po unë e lash atë gjë sepse kishte mbaruar çdo gjë, ishte e kot. Ishte kot, por drama më e madhe ishte dita kur unë duhet të largohesha nga zyra. Ajo ishte akoma më e vështirë, se unë kishin pushkatuar. Domethënë unë isha armiku. Do të pushkatohesh tani. Po pse ç'a ndodhi aty? Si ishte aty? Duhet largohesh dhe kisha porositur kolegët e mi, miqtë e mi, që mos më shoqëroni, mos më dilni të takoni se do ta kem shumë të vështirë. Po, kupton, pra të merri shkallë të dili nga institucioni tek i cili ke punuar 10 vjet. Dhe unë kam dhënë shpirtin në atë punë, kam lënë dosje të tëra që nga studimet, rasteve, çështjeve teknike, unë e kam lënë zyrën plot, kështu që të gjithë ishin të shokuar. Unë të shoh ti që ti je ndier nga të gjitha anët shumë ofenduar. Je ofenduar sepse je hequr nga puna dhe kjo që nga një dhimbje e madhe jote, derisa ka vite dhe prekesh në telefon. Patjetër se më ndryshoi jetën Dalina. Duhet të kërkoja punë me kuesi, sepse ishte një çik punë teknike, gjë që unë nuk e gjeja dot në vend tjetër. Për më tepër nuk isha njëri që të shkoja të trokisja në bërdyër të tjera. Edhe ato 2-3 miq që unë mendoja që i kisha dhe thashun vetëm këtyre duhet të shkoj dhe të them që kam nevojë për punë dhe do ta bëj që nesër mos më thon pse nuk erdhët na thoje, do ta gjenim një vend. Dhe unë shkova tek ata të tre, edhe femra edhe gjithsesi nuk më ndihmuan. Por zoti më bekoi me shtatzanin tjetër dhe kështu që unë u përkushtova shumë. Shtatzanis tjetër, derisa e linda gocën se kisha probleme shëndetësore. Të bekon zot, të bekon zoti universi, kë beson, të bekon. Diana, po ai ishte prioriteti i jetës time. Ajo ka qenë prapë të thotë ndonjëherë hape portën e të vinë 3 një herësh, domethënë ndodhi ashtu. E blova vete dhe thashu kam një objektiv tjetër. Nuk kam të do ta heq nga mendja, e përdor pak ato kontrollin e vetes, jap pak shtys dhe them do ta kaloj. Kështu që
ju përkushtova atë 9 muaj shtatzanisë time. Ty të ndodhi e njëjta gjë Ashtu prap me një drejtor tjetër? Po baka shumë, ashtu. Unë isha hyra në një institucion tjetër, mbasi linda vajzën, kaluan ca muaj, mund të filloja punë. Isha shumë korekte, duke punuar në rregull, mbas 2 vitesh ndrova te prori. Duke dhënë akoma më shumë në punë, sepse kur ke një pror të ri, duhet i tregosh se sa je në gjendje ti, sa e aftë je për atë punë. Dhe ishte, të themi, 2 punë brenda të njëjtës. Edhe po më fillon dhe më torturonte nga kërkesat, bëj këtë, mësill këtë, bëj atë, mësill këtë, sa më bëri dhe sekretare. Se ishin shumë punë që do t'i bënte sekretaria dhe s'isha pse t'i bëja unë. Domethënë unë toleroj kaq shumë, por pastaj nuk mundesh më. Saqë e kuptova që e pas here kishte mesazhe të dhëna me sy, por nuk dinte përballë sepse u duk ashiqare që i duhej vendimi punës. Ai kishte përgatitur për të sjellur nga ish puna ku ai ishte pror një varce tjetër të tijën. Gjoj që të gjithë zërat, unë nuk e di vetë, po të gjithë zërat më thanë që kam marrë ishte dashurën, atë të dashurën e vetë që kishte andej e solli këtej. Këtu nuk kuptova ngacmimun, thjesht kuptova që nuk të donte, po të ngarkonte shumë, nuk e kuptova këtë pjesën e ngacmimit. Jo, kishte mesazhe live, domethënë, të qenurit në zyra, po sa isha unë në aftë të vazhdoja çfarë të jepja më shumë për të. Më kuptoni dhe kishte pak pik frikë që t'i bite direkte. Tashi ajo u duka shiqare, domethënë. Sa që bëri një gabim përsëri ligjor dhe unë hodha në gjyq duke kapur atë gabim që ai bëri me një konsult ligjor të saktë. E hodha përsëri në gjyq dhe përsëri fitova gjyqin. Dhe thash tani me herë tjetër thash unë nuk mund të punoj më në shtet se po më bëhet e vështirë, nuk ke asnjë punë të garantuar, asnjë punë të qartë që njëri kjo femër të punojë në këtë zyrë dhe t'i jap gjithkohës. Kështu që nuk punova më në shtet edhe ndrova, kam disa vite që punoj në privat. Po kur thashë që në shtet, thash në një program që bëhet në administrat bëjmë më shumë seks. Nuk e thash kohë. Nuk është se kam statistika. Shiko, jo, unë mendoj se ndodh në të dyja, edhe në shtet edhe në privat. Jo pjesa e seksit, po shiko, aksesi që japi vetes, shiko, ai që ka probleme ose është pervers, kudo, nuk e çati bësh, nuk e ndryshon natyrën e njeriu. Por është një akses më i madh, se në shteti ndoshta i vjen më lehtë. Shumë njerëz në shtet kanë një pushtet më të lehtë. Nuk janë lot pra të pushteti. Pushteti është shumë i rrezikshëm. Ndryshon ka më të lehtë dhe mbajtjen e punës. Ja atë që të thashun, nga një njeri shumë i mirë, sa hypi në drejtor, hypi vite në qef, filloi të kërkoj favore tjetrit të ndihmoj. Unë tha, ç'keti? Plus që në shtet dhe përzihen shumë veta, nuk janë të gjitha aftë. Se i merr ajo, i sjell një parti, sjell të vetët, një parti sjell të tjerët. Në privat ai duhet të bëj 100 intervista për të gjetë të hajrit dhe mezi po gjej, po i marrë nga Filipinës. Tashi është hall tjetër. Patjetër, shumë vështirë. Edhe aty futen lloj-lloj njerëzish të cilët janë astap. Nuk e nxjerr nga xhepi, po nuk e nxjerr nga xhepi, nuk i dhimbset. dhimbset. Lekë veta normale kur s'ka rrezik. Të privati duhet punosh, ai vërtet mund të ketë të favorizuar apo etj, apo atë punën e do ai se s'ka kush ta bëj. Po, e drejtë. Është i detyruar. Jona, nëse nisim nga fillimi, ka traumë të akumuluar, domethënë një herë është humbja e fëmijës, pastaj vjen humbja punës, vjen ngacmimi, po te ngacmimi në rastin e Dianës është që ndodh një trauma e tradhtisë, quhet ndryshe. Ne kur tradhtohemi nga njerëzit të cilët i vlerësojmë më shumë, edhe efektet janë më të larta, kështu që ajo i ka besuar për 10 vite këtij personi dhe ka gjetur një anë të tij që si kishte hasur kurrë dhe më shumë në një moment që kishte më tepër nevojë për ndihmë, pra ka shkuar në mirëbesim për t'i kërkuar ndihmë. Dhe kjo e ka përforcuar atë ndjenjën e të qenit vetëm dhe me dhimbjen e vet, pra ta mbante edhe këtë shtesë nga gjithë çfarë kishte mbi kurrizë dhe me humbjen e fëmijës. Kështu që bëhet pak, nuk e di se si e ka menaxhuar, por e kuptova pak edhe nga fakti që qau, gjithë nga kërkesa që ka mbajtur. Nuk e di dhe efektet që ka lënë deri më sot, ai moment. Do doja shumë ta dëgjoja Dianën, nëse ndonjë nga ato situata, paktën situata e parë, se tha dhe Dalina, situata e dytë nuk duket eksaktësisht si ngacmim, edhe pse ka element. Si është sot, domethënë si e ndjen veten sot mbasi ka kaluar kaq shumë kohë. Ka kaluar kaq kohë dhe vërtet jeta ime ka marrë drejtime të tjera. Isha shumë e përqendruar tek vajza, pastaj
Nuk ke nevojat edhe financiare normal, duhet të punoja dhe unë për të ofruar gjithsesi i kushte më të mira të vajzës, megjithatë kisha edhe bashkëshortin që i dha më shumë forca dhe kështu që këtë gjë, domethënë unë vazhdoj me jetën, nuk lër asnjë moment që një traumë, një shqetësim i të kaluarës të më vi përsëri. Unë e fshi, përpiqem ta fshi nga memoria, por të folurit me ju tani ma kujtoj vërtet sikur ka ndodhur tani, është shumë e çuditshme. Por desha ta ndaj me ju sepse shikoj që ju nxirrni atë zërin e të vërtetës dhe uroj shumë që të ketë një efekt kjo gjë, jo vetëm që ta flasim, por duhet të sjellë një efekt. Se disa ndërgjegjësohen këta njerëz, nuk e di. Patjetër që ju jeni domethënë zëri edhe shumë njerëzve që nuk e flasin edhe tani, edhe ose mund t'ju kenë ndodhur shumë në këto kohë të afërta dhe mund të jenë të izoluar dhe patjetër që ky program mendoj se ndihmon më shumë për këtë qasje. Por nëse ndalim në rastin tënd individual, dëgjova edhe një gjë tjetër që the e mbaj shumë veten në kontroll. Si është për ty të mbash veten në kontroll? Domethënë është një zgjidhje, ndihet si pesh. Po, e mbaj në kontroll për ta stopuar atë dhimbje, të mos më ndikoj qoftë fort emocionalisht, apo të më dëmtoj sepse shumë femra kalojnë edhe në probleme mendore. Unë përpiqem të kaloj dhe them që unë do të bëj më mirë, pavarësisht se humba këtë gjë, unë kam prioritetet të tjera në jetë. Ajo që është jeta e një njeriu, ajo që unë do të sjell këtë fëmijë tim, ajo më dha shumë forcë. Fëmija ime më dha shumë forcë, më ndryshoi totalisht jetën, sepse është vërtet diçka e mrekullueshme që mund t'i ndodhë një vajzë. Prandaj më ndihmon, qoftë edhe në raste të tjera të përballimit me problemeve e gjej veten për të thënë jo, nuk do më mundi kjo gjë, do blidh veten shpejt edhe shëtis shumë në natyrë pastaj, më ndihmon shumë natyra mbi të gjitha. Dua shumë të eci, të lëvizi, që ta kaloj atë siklet. Dhe në një kohë të shkurtër e mbledh veten. Nuk e lër ato të më vë përfund. Nuk e lër. E kam bërë disa herë gjatë jetës time. Luftoj shumë. Ke gjetur format e tua të përpunimit të atij momenti. Po, duke mos e menduar fare, duke thënë që asgjë nuk ka ndodhur, sepse nuk se më kapi me zore tjera, se ajo është çështë, ajo është pastaj një skenë akoma më dramatike, por nuk kanë arritur deri aty. Diana, mund të pyes po ashtu, si është për ty kur dëgjon raste të tjera që mund të lexosh ose si është reagimi? Më vjen shumë keq dhe nuk e di, më vjen aq keq vërtet që ka pasur raste akoma më të vështira për disa femra, sepse ato mundsi kanë pasur për të mos gjetur pastaj punë të tjera për një kohë të gjatë apo të detyruara mënyra të tjera apo vështirësime të gjata, ndërsa unë nuk e kam pasur në afat gjatë këtë gjë, po të thash, kam kontrolluar situatën, kemi gjetur mënyra të tjera dhe im shoq për të punuar, që ja doli me sukses, kështu që unë nuk kisha pse të ktheja më kokën mbrapa, isha vetëm përpara. Nuk kuptoj. Është shumë e rëndësishme për të gjetur forcën dhe vetja. Mendoni vetëm për veten. Unë jam, duke thënë, ai tjetri është askushi për mua, askush. Erdhi më doli përpara tha këtë fjalë dhe iku nga jeta ime, nuk është më. Kaq, për mua është një askush. Një njeri që as do ta kujtoj thjesht sigurisht e një ëndër. Kaq. Dhe unë e fshi, përpiqem ta fshi. Dhe është më tepër e lehtë kur ti nuk e takon me atë njeri, se kur të del përpara është drejt ndryshe kjo gjë ose do ndrosh rrugën. Por kur nuk i takon më në jetën tënde është më e lehtë. Thjesht u mendova për ta ndarë me ju sepse më pëlqen Dalina vërtet për gjithë emisionet reale, mesazhet reale që nuk ka asnjë gjë të futur fake në të gjitha ato që bën ajo, në të gjitha projektet e saj. Dhe për këtë respekt që kam për atë, mendova që të ndaj historinë time. Vetëm tek ju. Është hera e parë që u bë një gjë të tillë. Falenderoj shumë Diana. Të flasim që këto gjëra kanë ndodhur në 2006-ën. E ke pak me emocione në pjesën e punës, sepse e kuptoj që ka qenë fyerje e madhe për ty. Edhe është shumë sepse punoj fort, sepse punoj shumë, e jam gjithë veten time.
Po, por Të gjithën. pastaj kur të solli jeta një fëmijë, direkt ka një balans gjithmonë edhe e kisha kështu si një meraktimi që të ta thoja sepse djeva që edhe tash e kishe prekeshe shumë dhe nuk para preken njerëzit më. Kjo ka ndodhur dikur, por nuk preken shumë për humbjen e punës. Tash ky brezi i ri s'preket fare, ikim vet. Po po varet se si e marrin, po ne që kemi hyrë në punë, seriozisht në punë, dhe jo për hajde ta shikojmë sa do kalojmë. Jo, ke të drejtë. Sepse më pëlqente. Ajo punë më pëlqente. Kisha një marrëdhënie kaq të mirë me gjithë kolektivin, saqë po humbja edhe një pjesë të mirë shoqëria. Vajza, djem. Po, i themi kryeministrit që thot punë ka, po s'ka profesionist, po profesionistët pastaj ç'a ndodh me ta? Disa profesionistë nuk janë aty ku duhet ishin. Nuk janë aty. Ja më shumë sido që tjetë, nuk tentova më të hyj në atë institucion për atë mirakull që do iki dikush, do vi dikush, do iki dikush tjetër e prora, do ndrohen. Dhe ti ç'a do bësh? Duhet të tregosh gjithkohës unë jam kjo, me punë, me gjë. Ndërkohë kur nuk dim ç'a ndodh përsëri. Nëse jeta është cikël, edhe puna është cikël. Investojmë shumë kur e mendon. Po duhet një çik stabilitet pra në këtë vend. Po duhet një stabilitet. Unë jam në punë, unë jam një specialiste kaq vjeçare, duhet të ruhen këto persona, më duhet të ruhen. Si e flak një njerëz që është arkiv. Është një arkiv për atë sektor. Nuk pyesin fare. Do të shumë të flisja për gjallë nëse na duhet në një arkiv të tillë, por nuk besoj që do jetë gjë nga ato bizneset e mia. Se unë kërkoj gjithkohës profesionist. Dje madje po interesohesha për në Tajland edhe Filipine, po nuk besoj jemi profesionist i fushi që unë nuk kam lidhje. Po kështu prandaj një tunel është janë kështu si gjërat si gjysëm, si çyryk, si thuhet. Një tunel, një urë, një rrugë e pabër, një kështu se nuk janë gjithë profesionista. Një pallak, një ndërtesë e keqe, po, absolutisht, patjetër, se ashtu s'ka perfeksion. Shumë do. Gjithsesi, besoj që tani e qetë me familjen, me punën, kështu që kjo është e rëndësishme që e qetë sot. Po, ka shumë vite që ka ndryshuar. Po, ka ndryshuar gjërat. Dhe për të thënë, Diana, meqense kjo është telefonata e fundit për sot, për të thënë atë që ti e bëre si thirrje që duhet flasi për këtë gjëra, është e vërtetë që duhet flasi, por ti fole sot mbas kaq viteve dhe je akoma anonim. Në fakt është bërë një raport për ngacmime seksuale në punë, 80% e viktimave të ngacmimit seksual nuk kanë ngritur kur një ankesë, sepse kanë turp, sepse nuk besojnë se do gjejnë zgjidhje, sepse kanë frikë nga paragjykimi dhe përgojimi. Pra në shumicën e rasteve, agresori nuk denoncohet. Patjetër. Gjithashtu thotë vetëm shkujt e tjerë që i mbrojnë. Pa, është dhe kjo. Vetëm 50% e punojësve shqiptar thonë se institucioni apo kompania ku punojnë do ta merrte seriozisht një ankesë të tillë. Do thotë se gjysma tjetër hyn në punë çdo ditë pas një bindje se do të mbrohen nëse dikush i cënon. Dhe një gjetje alarmante, raporti thotë se 70% të anketuarve besojnë se ngacmimet seksuale në Shqipëri kalojnë rëndom, pa u hetuar dhe pa u ndëshkuar. Kështu që Diana nuk foli, Olta nuk foli, nën drejtori vazhdon, ndoshta ti drejtor apo diku. Profesori i Oltës. Ato ikin e vinë. Ikin e vinë. E vërtet. Di dashur. Unë falenderoj Diana për telefonatën. Faleminderit ti Dalina, suksese. Faleminderit që suksese punën tuaj. Ndërkohë këta njerëz vazhdojnë ende të lirë dhe përsërisin gjën, edhe kjo është fatkeqësi, jo një fatkeqësi shqiptare, por që duhet të bëhemi më strikt me këtë gjë. Edhe tha, është dhe mbrojtja që i t'japin rrotull. Mbrojtja e burrave të tjerë. Po. Mos harrojmë edhe një detaj shumë të rëndësishëm që më kujtua teksa Diana po fliste, është edhe kur vet agresori bën atë reverse victim, pra e kalon fajin tek viktima përmes një metodologjie të gjatë ku fillon me mohim, me akuzim dhe e kalon të gjithë përgjegjësinë dhe pse mund të jetë e dukshme në shumë raste tek viktima. Dhe për këtë arsye mund të jetë një fuqi pse ata nuk flasin, pse kanë dhe frikën që do akuzohen. Si zgjidhet kjo frika? Kjo unë besoj që duhet folur shumë për këtë. Më pëlqen edhe thash para ca ditësh, po e tha diku, më pëlqen shumë lëvizja që është bërë për pedofilin, sepse shofte vajzat e mia që tallen me pedofilët, bëjnë shaka gjithë kohës.
çdo lloj lidhje, edhe ai thot, oh my god, thot ai çuni është 18, ajo është 14, ai është 17, ajo është 14, ai është pedofil. Okej, rriun sepse kujtojmë kohën tonë, unë isha vit parë gjimnaz, 2015, ai çuni ishte vit 3 gjimnaz, domethënë që kisha qef. Por pastaj them lëre ta mendoj kështu. Është më mirë të shkosh në ekstremin e tjetrës, që ti je gati. Çdo gjë domethënë ta presësh direkt. Dhe më pëlqen që është kthyer edhe në meme pedofilia, përmendet gjithkohës. Edhe kështu duhet të jetë, domethënë siç ishte ai lëvizja Me Too, pavarësisht se ai kishte problemet e veta, sepse pastaj dolën të gjithë, sepse edhe meshkujt janë përdorur, shumë meshkuj. Unë ka pasur një vajzë që më ka ardhur në punë dhe ka thënë që më ka ngacmuar drejtori, që si ishte e vërtet, pastaj këtu te ne puna ime kam thënë atë historinë e mashtrimit dhe shpesh i shoh me dyshim këto që thon fjalinë e parë i ka nga ajo punë sepse më ngacmonin seksualisht. Është dhe ajo ana tjetër. Po. Por neve këtu jemi të interesuar se çfarë bëjmë ne me këtë gjë. Jo vetëm çfarë bëjmë neve nga ana institucionale, por çfarë bëjmë neve kur na ndodh kjo gjëja, çfarë duhet bëjmë. Kur ndodh një moment patjetër që është e rëndësishme të tashmë ne sado që kemi dyshimet tona për institucionet, por mbetet një derë ku drejtohemi shumicën e rasteve, se për shembull më shkruajnë edhe të faktit se si përdoren këto imazhet online për persona, domethënë dërgesa që ju bëjnë fotot në fillim të njohjeve, gjëra të tilla dhe kërcënojnë vazhdimisht. Edhe ky është një lloj abuzimi psikologjik. Pastaj edhe kjo e ngacmimeve kërkon një adresim. Nëse tek familja shpeshherë ne kemi atë konfliktin të flasim apo jo, apo edhe në publik të nxjerrim direkt personin të akuzojmë, por në mënyra më e sigurt është patjetër adresimi në institucion për të mbrojtur veten, po edhe ndoshta për të penguar të person që të mos e përhap, mos e vazhdoj si sjellje. Shiko, në fund fare më ka ardhur një mesazh shumë interesant dhe doja që ta shihej nëse klasifikohet dhe ky si ngacmim seksual. Një vajzë thot, ka punuar për më pak se 2 muaj diku, pronarja e të cilës, mbi 60 vjeçe, më kërkoi të vendos muzikë te kompjuteri dhe më jep një kulet me CD ku mund të zgjidhja çfarë muzike të doja. Diskjet ishin të gjitha filma pornografik. Pra, sa futej CD-a, kishte intro me ngjarje normale dhe pastaj kalonte në porno. Mirë disku i parë tash mendova gabim, por ashtu ishin edhe të gjithë të tjerët. Atëherë kam qenë 23 vjeçe sa kisha mbaruar universitetin, nuk kisha shkatësinë që kam tani apo brezi sotëm. Unë sot jam 40 vjeçe. Pasi pash ça kishin CD-t, i futa prap në kulet, nuk fola fare dhe ajo më tha: "Ha, cili të pëlqeu?" I thash nuk hape, nuk punojnë. Është situata më e keqe që kam përjetuar, nuk dita çfarë të them atëherë. Nuk e zgjata shumë dhe nuk di se si mund ta përkufizoj këtë eksperiencë, duke di nëse quhet ngacmim seksual apo jo. Është indirekt. Indirekt, nuk është patjetër, është grepi. Një mënyrë të flasim për intimitetin. Kjo ka qenë grua, edhe më pëlqeu që erdhi dhe kjo histori. Po të shikosh edhe në këtë rast ka lënë një efekt tek ajo. Prandaj e tham, se duket ngacmim, por nuk është aq ngacmim, është një shenjë që ty shoqëron me kohën, sidomos kur është i zgjatur në kohë, edhe kur bëhet nga një person i besuar. Ka një efekt të jashtëzakonshëm. Në situata të tilla që besoj kemi ndodhur një pjesë e madhe femra me ngacmime seksuale, ka dhe një gjë shumë interesante që trupi përgjigjet direkt. Kalon një gjendje neverie. Të kalon një kështu si një sekëlldi. Është diçka që ke parasysh thua kur ndjek intuitën tënde, aty intuita llaj të bërtet fare, është like neveri direkt. Domethënë është duku. Edhe është shumë interesante si përgjigjet gjithë organizmi për atë moment që është i papritur. Dhe aq më tepër kur është një moment se mbaj mend një herë shkoa te dogana dikur për të marrë një pako dhe ai tha do ham një drek bashkë. Kupton, janë nga këta budalluese, tash mora pako, kupton, ndodhi dhe këto budalliqe rrugës. Por për njerëz sidomos këta që jeni në një ambient pune, që ai ka detyrë vetë, ke detyrën tënde, dhe pastaj fakti edhe sikur mos vazhdoj të nesërmen, ai moment të definon se çfarë do bësh ti të nesërmen dhe të pasnesërmen në marrëdhënie me atë. Realisht të ndryshon, se ti thua tash ai më ngacmoi, më kërkoi, u ndrua ajo gjëja. U bë diçka tjetër, nuk e kam më drejtor, nuk e kam më profesor, nuk e kam më e pro, nuk e kam më s'po kalojmë në fis, po. Po edhe sikur të mos qëndrojnë në atë vend, po të largohet, prap i ndjek një ndjenjë padrejtësisë. Prandaj ngritja e zërit, qoftë në grupe anonime, qoftë në momentin kur vinë dhe flasin këtu, është një formë drejtësie që dikush tjetër e di për gjën time, edhe pse nuk vendoset në mënyrë direkte. Po. Unë jam shumë e lumtur për këtë brez së ri që edhe pse e shkel ndonjëherë
nëpër ekrane, më pëlqen shumë që në zhurmën që bëjnë, e ngren zërin, e ngren edhe për këto, sepse kam parë edhe shpesh në TikTok që denoncojnë mësues. Më pëlqen shumë që e bëjnë vetë, mjafton që është celulari edhe le ti degenerojnë të gjitha. Besoj ka ardhur koha. Aty do ta hande ca të tjerë, do sheshohen gjëra, po të paktën e dim që ngacmimi seksual është vërtet nuk duhet marrë më siç e kemi marrë ne që hase burra janë, është i neveritshëm dhe këto dy gra kanë mbi 15 vjet dieta, Po, njëra dhe tjetra, nuk e di, ka shumë vite që ka ndodhur kjo. 18 vite. Apo historia e kësaj që sot tha jam 23 vjeç, sot është 40, vetëm me një CD me porno, pra janë momente që të shënjojnë jetën edhe nuk i harron kollaj. Të thotë që troditja është diçka nuk është normale. Po, absolutisht. Diçka nuk është normale. Por kjo vlen edhe nuk vlen vetëm për denoncimet e tyre, vlen edhe për, nëse ai ishte drejtor, vlen edhe për institucionet që ta kenë. Edhe institucione shtetërore ku ndodhin gjëra, duhet ta kenë e bardha mbi zezë. Nuk është çështja me mbrojt. Thjesht tik degenerimi direkt. Unë jam kështu unë jam çik më për këto gjëra, jam më kategorike. Si ato që ishin atëherë diku në supermarket që i vendosi emrat, unë jam fare për atë gjën. Që i vendosi emrat dhe fotot kur hyjmë në supermarket që këto kanë vjedhur. Kur u hap një supermarket i parë në Shqipëri, nga ato të mëdhajat. Edhe shifje foto, dhe për këtë gjë unë jam shumë me foto për këto ngacmime, se vërtet nuk i harron kur, edhe të ndërhyjë në jetë në një mënyrë mizore. Falenderoj Jona, edhe ne do shihemi javës tjetër. Shihemi. ¡Ándale!